Jeta e trilionerëve aziatik më të pasur. Mënyra e jetesës së individëve më të pasur të Azisë janë shpesh një përzierje e vlerave tradicionale, teknologjisë, inovacionit strategjik dhe një fokus në rritje në qëndrueshmëri. Pasuria e tyre është ndërtuar përmes një sër industrish, duke filluar nga petrokimikatet dhe pasuritë e paluajshme deri te teknologjia, farmaceutika dhe energjia e rinovueshme. Historia e njerëzve më të pasur të Azisë nuk ka të bëjë vetëm me pasurinë e tyre të pabesueshme, por edhe me mënyrën se si ata ndikojnë në tregjet globale, formësojnë industritë dhe gjithnjë më shumë trajtojnë disa nga sfidat më dëshpëruese në botë. Përshëndetje të gjithëve. Përpara se të fillojmë do doja të kujtoja se në profilin tonë gjeni një link me titullin Buy Me Coffee, na qerasni me një kafe. Ku në mbështetje të punës sonë, secili mund të kontribuojë me një shumë simbolike që fillon me nga $1 dhe sipas dëshirës. Stafion përpiqet shumë për realizimin e videove sa më të bukura dhe cilësore për ju. Nëse ju pëlqen materiali jon, atëherë na qerasni me një kafe. Kjo do na ndihmojë të rrisim stafin tonë dhe të përmirësojmë cilësinë. Ndoshta për ju një kafe $1 nuk është asgjë, por nëse bëni bashkë për ne është shumë. Faleminderit që jeni pjesë e jona. Një suportues blen më shumë se 1000 ndjekësa. Gautam Adani, titani i infrastrukturës dhe pionieri i qëndrueshmërisë. Në kulmin e piramidës së pasurisë së Azisë, qëndron Gautam Adani, kryetari i grupit Adani, një konglomerat me bazë në Indi që shtrihet në portet, energjinë dhe infrastrukturën. Pasuria e tij neto është vlerësuar të kalojë $124 miliardë, duke forcuar vendin e tij si njeriu më i pasur në Azi. Pasuria e Adanit pasqyron rritjen dhe zhvillimin e shpejtë ekonomik të Indisë në shekullin e 21. Kompania e tij është përgjegjëse për operimin e disa prej porteve më të mëdha në Indi, duke përfshirë portin Mundra, i cili është porti më i madh tregtar i vendit. Megjithatë, nuk janë vetëm industri tradicionale që kanë shtyrë pasurinë e tij. Adani është zgjeruar në mënyrë strategjike në energjinë e rinovueshme. Investimet e tij në energjinë diellore dhe të erës e kanë bërë atë një lider në praktikat e qëndrueshme të biznesit. Konglomerati i Adanit, veçanërisht në dekadën e fundit, është fokusuar shumë në përafrimin e qëllimeve të tij me shtytjen e Indisë për energjinë e gjelbër. Me themelimin e Adani Green Energy, ai synon ta bëjë kompaninë prodhuesin më të madh në botë të energjisë së rinovueshme. Vizioni i tij shtrihet përtej përfitimit, pasi ai kërkon të kontribuojë në përpjekjet globale në luftimin e ndryshimeve klimatike, duke reduktuar varësinë nga karburantet fosile. Pavarësisht pasurisë së tij, Adani bën një jetë personale relativisht të rezervuar, duke preferuar që arritjet e tij të biznesit të flasin vetë. Megjithatë, ndikimi i tij në ekonominë e Indisë dhe roli i saj në energjinë e rinovueshme në shkallë globale është i pamohueshëm. Mukesh Ambani, manjati i industrisë së mbështetjes. Ndërsa Adani aktualisht mund të kryesojë listën e më të pasurve të Azisë, Mukesh Ambani, me një pasuri neto prej rreth $89.5 miliardë, mbetet një nga figurat më me ndikim jo vetëm në Indi, por në mbar botën. Ambani drejton Reliance Industries, një konglomerat që është diversifikuar nga origjina e tij në tekstile, për të përfshirë tani telekomunikacionin, shitje me pakicë, petrokimikat dhe shërbime digjitale. Rrjeti celular Jo, i kompanisë së tij revolucionarizoi telekomunikacionin në Indi, duke ofruar qasje në internet përballueshme për miliona njerëz, duke çuar Indinë në epokën digjitale dhe duke mundësuar miliona indianëve të kenë akses në internet për herë të parë. Ambani njihet edhe për stilin e tij të jetës luksoze, i cili qëndron në kontrast me shumë bashkëmoshatarë të tij. Rezidenca e tij në Mumbai, Antillia, është një qiell gërvishtëse 27 katëshe me vlerë mbi $1 miliard, duke për atë një nga shtëpitë më të shtrenjta në botë. Ndërtesa përfshin një teatër privat, një sallë vallëzimi, një palestër dhe disa pishina, së bashku me një staf prej mbi 600 vetësh. Pavarësisht kësaj ekstravagance, Ambani mbetet i fokusuar në të ardhmen me plane për zgjeruar perandorinë e tij digjitale dhe për të vazhduar arritjen e ndikimit të Reliance në industri të tilla si energjia e gjelbër dhe shitja me pakicë në internet. Zhongshan, manjati i ujit në shishe dhe farmacisë. Ndryshe nga Ambani dhe Adani, të cilët janë shpesh në sy të publikut, Zhongshan i Kinës mban një jetë të profilit të ulët, pavarësisht se ka një vlerë të vlerësuar rreth $65 miliardë. Pasuria e Zhongut vjen nga dy biznese ndryshme, uji në shishe dhe farmaceutik. Kompania e tij, Nongfu Spring,
dhe është prodhuesi më i madh i ujit në shishe në Kinë dhe njihet gjërësisht si një nga markat më të besuara në vend. Suksesi i tij, megjithatë, nuk kufizohet vetëm në pije. Zhong gjithashtu mban një aksion të rëndësishëm në Beijing Wantai Biological Pharmacy, një kompani që ka parë arritje të konsiderueshme, veçanërisht në vazhdën e pandemisë COVID-19. Qasja e Zhong ndaj jetës dhe biznesit është dukshëm e ndryshme nga homologët e tij miliarder. I quajtur shpesh ujku i vetmuar, ai shmang vëmendjen dhe i shmanget vëmendjes së publikut, një tipar i rrallë në mesin e super të pasurve. Fokusi i tij mbetet në shkallëzimin e bizneseve të tij dhe sigurimin e përfitimit të tyre. Pavarësisht preferencave të tij për privatësinë, ndikimi i Zhong në ekonominë e Kinës, veçanërisht në sektorët e shëndetësisë dhe të konsumit, është thelbësor. Suksesi i tij është një dëshmi e potencialit të diversifikimit, pasi ka bërë pasurinë e tij si në mallrat e konsumit të përditshëm, ashtu dhe në farmaceutik me aksione të larta. Zhang Yiming, vizionar i ri i teknologjisë, vetëm 39 vjeç. Zhang Yiming, themeluesi i ByteDance, ka grumbulluar një pasuri prej afro 50 miliard dollarësh. Zhang është truri prapa TikTok, platforma e medjave sociale që ka pushtuar botën, duke u bërë një nga aplikacionet më të shkarkuara në mbar botën. ByteDance ka lançuar gjithashtu një sër aplikacionesh të tjera suksesshme që dominojnë në Kinë dhe Migjer, duke bërë Zhang një lojtar të rëndësishëm në hapësirën e teknologjisë. Historia e Zhang ilustron valën e re të miliarderëve të teknologjisë, të cilët, në vend që trashëgojnë pasuri, krijojnë pasurinë e tyre përmes inovacionit dhe sipërmarrjes. Qasja e Zhang ndaj pasurisë reflekton gjithashtu vlerat e brezit të tij. Ndërsa kompania e tij vazhdon të rritet, Zhang ka mbajtur një mënyrë jetese relativisht të profilit të ulët, të ngjashëm me Zhongshan. Fokusi i tij është në zgjerimin global të ByteDance, veçanërisht pasi ai përballet me një kontroll dhe konkurrencë në rritje. Natyra globale e biznesit të tij e bën Zhang një nga manjatët më të fuqishëm të medias dhe vendimet e tij kanë pasoja të gjera në mënyrën se si njerëzit konsumojnë përmbajtjen digjitale. Li Ka-shing, Supermani i Hong Kongut. Në moshën 92 vjeçare, Li Ka-shing është një nga miliarderët më të vjetër të Azisë, me një pasuri neto që i kalon 28 miliard dollar, shpesh i referuar si Superman për zgjuarsinë e tij të jashtëzakonshme të biznesit. Li e bëri pasurinë e tij kryesisht përmes pasurive të paluajshme. Kompania e tij, CQ Hutchinson Holdings, është një nga konglomeratet më të mëdha shumëkombëshe në Azi, me interesa në sektorë të tillë si shitja me pakicë, telekomunikacioni, energjia dhe portet. Li Ka-shing është i njohur për ulësinë dhe kursimin e tij. Pavarësisht pasurisë së tij të madhe, ai ende mban një orë dore të thjeshtë dhe ka një reputacion për të ngrënë mëngjes në restorante modeste. Megjithatë, pasuria e tij e ka lejuar atë të ketë një ndikim të rëndësishëm në infrastrukturën dhe zhvillimin ekonomik të Hong Kongut gjatë viteve. Li është bërë gjithashtu një filantrop i madh, duke dhuruar miliarda për institucionet arsimore dhe sistemet e kujdesit shëndetësor në Kinë dhe jashtë saj. Ai është gjërësisht i respektuar për praktikat e tij etike të biznesit dhe për kushtimin ndaj kauzave sociale. Kaq për videon e sotme. Ju lutem bëni like dhe abononi kanalin ton për më shumë përmbajtje. Mos harroni të prekni zilin e njoftimit në mënyrë që të mos humbisni kur një përditësim. Na pëlqen të dëgjojmë nga ju, kështu që lini një koment më poshtë me mendimet tuaja. Deri herën tjetër, kujdes.